Lajm I madh për rrydhjen e futbollit. Xherdan Shaqiri, pas vendimit të Gjykatës Supreme Federale, edhe Gjykata Administrative e Argaut tani ka dhënë dritën e gjelbër për të ngritur shtëpinë e tij të re. Ky është vendi ku Xherdan Shaqiri do të jetojë së shpejti, shkruan mediumi zviceran 20 Minutes. Në gusht të vitit 2022, ylli I FC Baselit Xherdan Shaqiri mori leje për të ndërtuar shtëpinë e ëndrave të tij në Reinfelden, në kantonin e Argaut. Komuna e Reinfeldenit, ku ai kishte dhënë vetë lejen. Megjithatë, për shkak të kundërshtimeve, Gjykata Administrative e Argaut u përfshi në këtë çështje dhe në janar të vitit 2024 gjykata ja revokoi lejen e ndërtimit Xherdan Shaqirit. Në pranverë edhe Gjykata Supreme Federale ndërhyri në këtë çështje duke kritikuar vendimin, shkruan mediumi zviceran. Rasti shkoi më pas në Gjykatën Supreme Federale, e cila e kundërshtoi marrjen e lejes së ndërtimit. Rasti më pas u kthye në shkallë të parë për një vlerësim të ri. Tani edhe Gjykata Administrative ka dhënë miratimin, por me disa kushte. Projekti prej 2.8 milion frangash tani është më afër realizimit. Në shtëpi duhet të vendosen perde në dritare për të ndaluar dritën e madhe për banorët e tjerë. Fqinjet e rinj të Shaqirit mund t'i gëzohen një fitore të vogël formale, por sipas 20 Minute, ata janë humbës në përgjithësi. Duhet të mbulojnë shpenzimet gjyqësore prej 7.777 frangash zvicerane dhe gjithashtu t'i paguajnë Shaqirit 6.600 franga dhe qytetit të Reinfelden 4.125 franga për kompensim ligjor.